rikthym prap në këtë transmetim të drejtën të nderuar shikues, jemi me Klik Plus dhe tani do shohim me mysafirët tanë, zoti Gazmend Ajdini, zoti Aledin Demiri, zoti Niazim Muhamedi dhe Muhamet Mehmeti, Ibrahim Mehmeti, kërkoj ndjes, se lodhja zgjedhet. Faleminderit shumë që keni gjetur kohë, di që keni pa, unë isha poshtë me zotin Sela, dhe besoj që i keni marrë dhe ju shënime, sikur që i kanë marrë dhe kolegët e mi gazetarë, se unë kisha komunikim më drejt, për s'kisha kohë me marrë shënime për zotit Sela, po më thoni, dëgjuat dëgjuat një platformë e cila është tënë ma herët, i dëgjuat argumentet zotit Sela, të ja dini për njësi me juve sonte. Mirë, mund të them se ishte një biset light, ta them, shumë interesante, mundet këto debatet e ju nëse vazhdoni kështu deri në fundet do të edhe pak relaksojnë situatën e nxehme para të dielës. Dhe retorikën politike. Besoj edhe retorikën politike, por në përgjithësi ishte një debat i cili ishte i këndshëm për ta përcjell. Sinqerisht po them, pa hyrë në kontentin e përmbajtjen e brendshme, por si debat pa atë që ndëgjum deri tani kur ballafaqohen kundër kandidatët me një retorik të nxehtë, me një kritik të madhe, por dhe ofendime dhe sharje. Nuk dëgjuam dhe gjatë të tilla aty. Në përgjithësi, mendoj se poenta kryesore e zotit Sela dhe aty besoj se u përqendruat edhe më shumë është propozimi i cili nuk është, të them, unik i tij për një bashkëpunim para ose pos zgjedhor, por pash një skepticizëm të ai tani, të them realisht, për mundësinë e realizimit të një propozimit të tillë. Nëse hapim debat këtu se sa është i oportun, sa është oportune një paraqitje e përbashkët para ose post zgjedhore e subjekteve politike shqiptar ose korpusit politik shqiptar, për mu mund të debatohet, ka pjesët e mira të veta dhe pjesët e mira, pjesët pozitive, anën negative. Mendoj se është pak idealiste ajo në këtë moment, nga një aspekt se mund të arrijet, madje deri në utopi, për shkak të rrethanave reale, por dhe fushata se si është zhvilluar deri tani. Por nga ana tjetër besoj, jam i bindur se edhe korpusit politik shqiptar i duhet opozit. Realisht nëse është tendenca që të bëhen të gjitha votat dhe lider të jetaj që ka një vot më tepër, nëse e kuptoj ashtu, nëse kam kuptu drejt edhe vetë propozimin, mendoj se përkrahje mund t'i jipet në fillim në atë fazën post-zgjedhore kur formohen koalicionet, por prap se prap në rrjedhën demokratike të shoqërisë së Maqedonisë mendoj se opozita shqiptare ka vendin e rëndësishëm të veti. Zoti Demiri? Po shifit, ne duhet bëjmë një punë që se bëjnë liderët edhe që se bëjnë ju mediat. Po pëse se bëjmë në mediat? Po se mediat e pranojnë diktatin e liderëve, edhe i nxjerrin si bukurosht cilët dalin vetë flasin. Po nuk do të liderit pranojnë të debatojnë njëri me tjetrin, se mediat tani? Jo, të lutem. Apo? Mediat e pranojnë diktatin e liderëve. Se atë dalin single, çdo kush del vetë flet, ligjëron, veprimi politik nuk është individual. Dhe mediat e pranojnë, e emitojnë. Unë mendoj se nuk duhet të emitohen. I lash nëse duhen vetë, ne rinë vetë në shtëpi edhe ne bëjnë fushat. Se esenca e kësaj fushate dhe kësaj debati është ballafaqimi i ideve edhe platformave të liderëve. Nuk mund të liderët Lazran sillen, menduj nuk dal me Aliun, Aliun nuk del me Selën, Sela nuk del me Bilalin, ai tjetër nuk del me këte. Këtu është dami ose faji i mediave, pse e pranojnë këtë metodë. Mundëve mos të pajtu për këtë punë, po s'po hinë debat me ju. Jo, është faji mediave si koncept. Nuk mund mediat të pranojnë diktatin e këtil të fushatës, se bëjnë përjashtim. Nuk i shërbejnë fushatës, nuk i shërbejnë demokracisë, nuk i shërbejnë zgjedhjeve. Krijojnë mitet e paprekshme, të cilët bëjnë monologjet e veta edhe nuk u lejohen që idetë politike dhe
veprimi politik të kontestohet ose të fitohet, se betejë aty fitohet. Këtu fillimisht mendoj në betejat e pozitës dhe opozitës. Kjo është e palejueshme, mirë për Maqedoninë ndodhen. Tash ajo mvarshmëria e mediave që të marrin pare, të fitojnë atë, e pranojnë edhe këtë diktat. Tash e kalojmë jashtë kësaj. Dhe na duhet të bëjmë atë punë që nuk e bëjnë atë. Dhe na duhet të bëjmë tifo, ose vlerësime kritike të punëve të tyne dhe jo të tyne. Nëse nisim të analizojmë veç e veç, ata njerëz kanë diskurse briljante. Ali Ahmeti, Menduj, çdo njeni, varësisht nga kapacitetet e tyne, dhe kanë diskurset pa kontestueshme. I ofrojnë si veprim, si vlera dhe si përsosmëri, që së guxon askush t'i kontestoj. Edhe këtu e fitojnë ato aurën e tyne. Në të vërtet çka ndodh? Veprimi i tyne është e krejt i kundërt. Nëse shkojmë t'i analizojmë platformat, platformat ato i kanë identike, të ngjashme, të njëjta. Unë i jap leje vetes të flas për platformat se jam hartu si një platformë në fillim, në Ftenishin e deri në sot. Një aziu e mban mend, se këto dy gjëra në matri. Kompliment për ju, nuk është hendikep. Platforma politike nuk ka ndryshuar. Mirë po, impotenca politike e partive politike ka ndryshuar. Edhe vice versa përsëri sillen në ato teza, në të njëjta platforma. E tash risia është në këtë zgjedhje, në këtë, se do kthehem edhe te platforma e Selës. Po vish më shkojmë, bim të Sela drejt, se ju dëgjova se njerë folet për mediat, ma morët vëmendje, ma ndej shkutat e këto. Dalim të Sela. Po Folem për ta dhe ma ndej ose... se nuk ka shumë dallim platformë, ka dallim retorik. Retorika. Në inteligjencë, në elokvencë dhe në prezentim. Aty ka dallim. Mirë po, ka një dekor identik të gjithë liderët. E tash, pse desha të flas për platformat që janë identike? Të gjithë flasin një lloj. Flasin për çështje kombëtare. Flasin për çështje shqiptare, edhe nuk e emnojnë si duhet zgjidhet. Për arsye se kur ti analizosh platformat politike të partive politike shqiptare, nuk ke program, nuk ke platformë për rritje të rrogës. Nuk ke platformë për rritje të pensioneve. Nuk ke platformë për investim. Nuk ke platformë për siguri mbrojtje, për polici, kujt diçka. Ato gjanat që partitë politike maqedonese i kanë dhe me të cilat ato i fitojnë. A pse nuk i kanë? Nuk i kanë për arsye se janë fokusuar vetëm në një projekt madhor. Projekti madhor zgjidhja e çështjes kombëtare. Edhe problemi është se në këtë nivel gjithë janë briljant. Mirë po, ku ndodhen aksidenti? Aksidenti ndodhen atëre kur fitojnë... Do e bartim këtej, do këthemi prap të juve, se tani ma bartët prej një fushën këtë tjetër. Ti përmbami, kësaj, po folim për Zotni Sela, për atë që dëgjum nga Zotni Sela për platforma. Zotni Sela nuk është përjashtim. Zotni Sela është një pjesë e tërësisë fushatës. Edhe Zotni Sela nuk është i vetmi lider, po flasim për liderët tjerë, se të njëjtën punë e bëjnë. E të është flasë për Zotni Selën. Nëse doni, është si lider, i cili është lider në ardhje. Edhe këto janë zgjedhjet e para parlamentare të tij si lider, edhe elokvencën edhe platformën e ka briljante. Pastaj, kjo vlerësimi ju i bërë. Mirë po. Ja, do e barti fjallin këtej, se tani mbeta veç të kjuve do gjohë me shumë vëmendje. Urdhëronis. Okej. Po unë pajtohem parimisht se përket kësaj se a duhet t'ju jepet hapësirë politikave që të prezentohen vetë, apo duhet në ballafaqim. Mirë po, ngjashëm sikur në
bashkëbisedime, kur ka negociata, kur dy palë ose më shumë palë nuk kanë kapacitet ose nuk kanë gatishmëri që të bisedojnë në një nivel të pranueshëm, atëherë është më mirë kështu. Të bëhet diplomaci fluturuese. Po sigurisht, ajo ndodh, domethënë, edhe pas një kohe duhet të sillen në një dhomë bashkëbiseduesit. Si duket edhe ne kështu se disa nga debatet e kaluara për mua si shikues edhe si votues ishte pamundur që të krijoj një bindje ose të fitoj një përshtypje se cili kandidat çka mund të bëjë ose për çka zotohet e kështu me radhë. Kështu që ajo edhe shikoj, ishte ballafaqim, kjo është çështje e kulturës komunikimit, jo vetëm kulturës politike. Me thonë, politikanët tanë mendoj se nëse janë më të zëshëm, nëse ja marrin fjalën tjetrit ose nëse e mbajnë fjalën pa ndërprer, se atëherë bëhen Shajnë pak më tepër edhe se mirë i ndalën. se bëhen më të mirë. Dhe kjo është kultura e komunikimit e kombinuar me mungesën e kulturës politike. Vetëm pak do të shkoj pak anash, vetëm një shembull. Këto debate që ishin në shumë vende, ku të nesërmen bëhen matje të rejtingjeve se sa debate e ka bind opinionin, dhe zakonisht ai cili e ka bind opinionin, në fund ka humbë në zgjedhje. Dhe kjo ishte edhe me Trumpin, edhe disa kishin një rast në Kroaci, edhe në Bullgari. Me thënë, ke pas shumë raste ku ai cili e dominon debatin, ma në fund edhe humbë zgjedhjet, mirë po të ne nuk e kanë kuptu asnjëri për politikave, sepse ai cili është më i heshtun, më i qetë, i cili është më i artikulum të them në këtë kakofoni të bisedës, atëherë është ndoshta edhe më i pranueshëm. Po kjo është temë e veçantë. Vetëm desha të them se për mua është e kuptueshme në një situatë kur nuk kemi kulturë të thjeshtë komunikimi. Sa i përket debatit të sonte ose prezantimit të themit të zotit Sela, ajo që mua më bën përshtypje, përsëri pajtohem me zotin Demiri, ambasadorin. Jo, është korrekte se ai është njëri që i artikulon mendimet, e ketë qartë se çka do thotë, dhe kjo është një prej vetive cila mungon të politikanët tanë, dhe mendoj se është një shembull i mirë ku e kupton. Pajtohesh është tjetër temë. Kryesorja e din se çka mendon dhe shifet se nuk mendon se si do të tingëlloj, po e thot atë që e mendon. Dhe kjo mendon se është një veti e mirë, e cila është mirë që edhe ne ta vlerësojmë, sepse edhe ne marrim një pjesë të asaj përgjegjësie se çfarë do të votohet nesër, sepse ne jemi këtu të thirrur si të themi bashkëbisedues të kualifikuar, të cilët dim diçka pak më aty, duhet të ndihmojmë votuesve nëse eventualisht. Dhe e fundit që për mua ishte si një përshtypje e veçantë se në diskursin ose në elaborimin e zotit Sela është një dallim në krahasim me politikanët tjerë shqiptar. Ai flet nga pozicioni i partisë më të vogël, e cila duhet ta bindë partnerin më të madh. Ndërsa tani me kam vërejtë në kohën e fundit se partitë shqiptare fillojnë të flasin sikur ata do ta bëjnë qeverinë dhe do të vendosin. Bile partia në pushtet bëdhia thotë ne, kjo është qeveria jone, kështu me radhë, a kur ka një problem thotë ne s'kemi fuqi. Për ta bërë këtë puna, kur duhet diçka për si lëvdatat, ne jemi qeveria. Problemi është se partia shqiptare realisht, nëse e kemi qartë se votohet në bazë etnike, dhe me thonë votat etnike me preashtimet të vogla, atëherë pozicioni shqiptarëve është partner më i vogël në koalicion. Edhe elaborimi i zotit Sela ishte nga kjo pozitë, se si partitë që janë partner më i vogël në koalicion të mund të bindin partnerin më të madh që të pranoj kërkesat kryesore të themit të shqiptare, dhe përsëri këtë e bënte nga pozicioni i bashkëpunimit të partive shqiptare, pa marrë parasysh se dalin vetë në zgjedhje. Dhe mendoj se shpresoj se ky lloj apeli indirekt, edhe pse nuk ishte apel direkt, do të pranohet sepse është e qartë se të shqiptarët ekziston një frustracion me disa çështje siç është përdorimi i gjuhës dhe barazia në përgjithësi, integrimin e institucioneve kështu me radhë, po kjo mbetet të shifet më vonë, kuptohet pas zgjedhjeve.
Shtri Muhamedi? Unë do të nisë më parë atë kumbeti Ibrahimit të gjatësi e debateve dhe që këto vlerësot ai që fletë më shumë dhe që qanë kopala më tepër është politikani më i zoti, ndërka që në Suedi, në fushatët zgjedhore, publiku matë gjatësin e oratorisë të kandidatit, nëse i ka përcen 5 minuta, brenda atyre 5 minutave ta elaboroj gjithë kandidaturën e vetë dhe temën e vetë, i ka përcen 5 minutat, i heqë një vit të kuqe se kësë nuk ja vlen për kandidat. Që do të ishte shumë e dobishme këto të në shqiptare, dhe ka këto përveç atyre, do më thonë, performansave që Zjedin Sela i ka, si që do të bashkë një lider absolutikisht vetëm mençur edhe atë që e merë e artikulon në mënyrë të vetë. Aty dhe interesante, por tash ka diçka tjetër që unë do të veçoja që ndryshon prej Aledinit, tash se nuk janë të gjithë njësoj. Arsye për të qenë politikë, do të thonë, për të qenë partitë shqiptare janë interesat shqiptare, ekonomike, do të thonë interesat kolektive. Statusi i tyre kryesor në tërsi shtetërore të Maqedonisë, konkretisht ai status definohet në kushtetutë. Tash ky e vën një piketim, do të thonë se rënjosët në një interes horizont shqiptar atë projektin e vetë që nuk themi se është i rrobëllëksor, por e ka të piketimin, do të thonë që e rënjos dhe që trajektoria e këtij piketimi varet shumë edhe se si do të kaloj kjo të efektohet mandej edhe në mandate në parlament, se çështja shqiptare në Maqedoni ka mbetë jashtë parlamentit në përtubime, në parlament bota, do të thonë, analistët e jashtëm shikojnë ajo forcë, ai një opsion që është shqiptar me sa forcë mandatesh përfaqësohet në parlament, jo në mitingje dhe jo në shoqërinë civile, që është ne që duhet ta dim absolutisht se e tash ç'mund të ndodhë tash në këtë parlamentin e ardhmë tash. Mund të hyjë fjalë me përqindje më të madhe një opsion pro-Maqedon që do të mbrohet nga shqiptarët, mund të mbet opsioni i zotit Sela me këtë piketim, ose të një opsion tjetër, do të thonë, me një forcë më të vogël në raport i prezentuar i përfaqësuar në parlament. Kjo është shumë e rëndësishme, jo çfarë përfaqësojmë në mitingje, në konferenca për shtyp, në kombëtesa. Ajo është një çështje që një ushtrim retorike dhe mendojmë se mund ta bindim në atë se kemi diçka në dorë dhe kemi diçka në mendje dhe mund të bëjmë. E tash, te partitë të tjera, qoftë, do të thonë, ka dhe gjefjallë ato që janë tani në pushtet, kemi një çrënjosje, ta zëm BDI aktualisht, prej këtij shtrati ose këtij horizonti të interesave shqiptare. Kemi gjefjallë do zbatojmë marrëveshjen e Ohrit, që vetë marrëveshja e Ohrit nuk është horizont që rënjos një interes shqiptar në mënyrë të barabartë me të tjerët. E tash, brenda kësaj fushate që dëgjojmë, ka shprestinë edhe zoti Sela brenda kësaj fushate, edhe prej paraqitjes, jo vetëm zoti Sela, por tonë opozita shqiptare, ndoshta më vonë do të janë karakteristika të përgjithshme dhe nuk mund të na çojë se ne mbam anë në këtë, të shohim se ato karakteristika të përgjithshme të kësaj opozite, çfarë pasojë kanë lënë për të futur ata veten qoftë veç në parlamentin e arshëm, qoftë të bashkohor, dhe kam edhe një solucion, atë që mendon zoti Sela, e tha pak ndryshe, unë kam pak më ndryshe se përveç një hipotezi pragmatik që mund të bëhet më një kontekst të ri parlamentar që kemi që do ndodhte javën tjetër. E tash, kemi një poshtrim, do të thonë, të ndërgjegjes politike të shqiptarëve në këtë fushat, nga vetë shqiptarët, nuk është pak padije, pak nga një inerci jetë, gjefjala. Një deputet, një kandidat, ose një përfaqësues i një partije, thotë, do të afali unë borxhet shqiptarëve. Me atë, është një poshtrim. Për arsye se ai mendon këtë
se do të thonë, është ai që falë borxhet, po vetë nuk ka borxh. Ignorancë, edhe është marrje e kompetencave ineksistencë. Jo. Ai nuk është Ligjë special ai për nuk borxh. është gjyq, Jo, jo. ai nuk Tash- është atë, mirë po e thotë. Unë e marrë të Edhe kjo i duhet popullit. Anën poshtënorëse. Po, Dëgjova një debat, Ja me donë se ignorant është ana tjetër. po jo Është si ignorancë politike ta premtoj ignorancë. shatë. dëgjova, Problemi është se pse Ti hahet. perceptojsh ati që i drejtohesh kur i thysh Po. ti fali borxhet që i ke ndaj tjetër kujt në ndonjë moment. Nuk është kompetencë gjyqësore, është mundet e ekzekutivit, mund të vendosen një gjatë aty, por ose ndërprerje. dëgjova një debat Po, e vërtetë, të po, ignoranca kandidatëve nga ana të tjetër. njësejs 6. Edhe pse i kaloj ti 5 minuta, Fatmir. Jo, se ndërprerse, vetëm nuk ke drejtë të ndërpresë. Jo, Është shumë gentlemanski po merret. Nuk ishte pas suedeze, kjo po. Në Suedi do të humbja. Shko me suedi. Suedisën Suedeze, përmani, pas Dëgjova një debat, më duket më një këtë jo apo diku tjetër, Kretinsoj. rrëdhetin çfarë të falin kandidatët e njësejs 6. Njëri thotë do të falin gjoba. A ka më mjarim me këtë? Gjithë, do të thonë, kjo çështje shqiptare të reduktohet në faljen e gjobave, që nuk mund të ketë lesh special për faljen e gjobave të shqiptarëve, një. Atëherë pse ky që falen nuk pas ka gjoba, ë? Qoftë prej e vënës. Ashtu, një tjetër thotë, dëgjoni këtë, do të bëjë një revolucion kognitiv, kështu, ndër shqiptarë. Në politik kognitiv, edhe ky revolucion kognitiv thash shumë do të razoje trauma shumë të fuqishme, do ta bëjmë ngadalë. Çfarë revolucioni kognitiv në politikë mund të bësh? E tjera që. E tash. Mëse ullë nivelin deri në shkallë një azi, Po, të të mbajmë pak se këto janë ato bastardet e fushatë. Jo, Edhe jo, këto shumë ndodhin. rëndësi. E tash, unë bëja në krahasim, se tash kemi poshtrime edhe nga ana e Maqedonisë. Thot shqiptarët janë mbështetur për muri dhe ato tash do të pranojnë gjithçka që do na falin se do na japën, ne? Edhe këta tanët na quajnë popull që ka ndruar jetë për së gjallë, ama edhe është gjallë. E tash, po ta krahasosh me fushatën e Hamdi Bajramit, Hamdi Bajrami nuk i ofendon romët e vetë me këto falje dhe me këto, të më thonë, bën një politikë më të emancipuar se këta që bën këtë. Mirë, finët në rrethin e asaj se me Maqedonët dhe me Shqiptarë, dhe këtu po e marr një citat nga Jo, e Zoti kemi Sela të që vetë dëgjoj poshtimin ton, E kuptoj, e tonë kuptoj. që ka, që disa tonë vetë poshtose që i përban kjo fushat. E dita. E tash, e përshëndesh të debat se qëllimi i fushatave është të debatohet, të sqarohen para opinionit, që do të ndodhë, kush është më i miri, pse është më i miri. Kënë do të votuar, pse do të votuar. Kjo fushat kaloj pak më tepër në vend që një kandidat të thotë që u pa puna e këtyre që janë në pushtet. Të thëmë, dolin të poshtë se kështu, mbaroj e tyre. Nuk do të bëjmë në gara me sharin atyre, se kush do të përdor regjistër më të qarit, po do të thotë, pse do të më votoni që kishe disa premise, mu ose Zjadin Sela, ose opcionin e lërë PDSH-s, qetëri i besët, pse do të ne të në votoni dhe ku dalojmë ne për këtyre. Ato që si dolin ato qeret, si në humbën këto vite është, mbaroja jo qësh. Kthehemi në binar tani. Ju lutem shumë. Po flasim dhe për këtu po e citoj zotin Sela. Thotë kështu, pa vullnetin e palës tjetër jemi gjallë sot, ndërsa vullneti i tyre është që këtu nuk duhet të mbetet asnjë shqiptar. Një retorik e cila ditëve të fundit do ashpërsohet, ka ka sa gjë çata zoti Sela. Dhe mirë juve. Po, nuk është retorik që është përsot, është një realitet që ekziston. Realitet është se na kemi mbjetu, jetojmë edhe në situata më të vështira se sa që është sot. E si kemi mbjetu, ajo është tjetër. Ajo retorik ka të bëje, si pas meje, atë sa e kuptoj une, me situatën dhe me agresivitetin është një kundërpërgjigje agresivitetin e nacionalizmit, pa kuptim të vëmëros. A e thot mi jep një 63 deputete dhe unë bëj që ka duhet. Edhe kësaj retorike duhet t'i përgjigjet. Se me 63 deputete, ti e bëne që ka bëne. Edhe tash po t'i kesh, prap dë bësh që ka dë bësh. Mirë po, zgjidhjen e problemit Macedonisë, krijimin e Macedonisë, një shtet stabil demokratik, së ne bëjsh, se ne do t'a kontestojmë përsëri.
Kjo është logjika. Ajo logjik tjetër politike, konstruktive të Sela është se ai nuk flet në emën njëjës. Ai flet në aspektin opozitar, përsëri ka shpirt opozitari të bashkimit të opozitës. Unë se e kuptoj. Logjika e Selës është të dalim nga këto zgjedhje, i vetëdijshëm se sa në fiton Lëvizja për Reforma, e vetëdijshëm se sa në fiton Besa, e vetëdijshëm se sa në fiton PDSH-ja Thaçi. Mirë, po i vetëdijshëm se Po vetëm kjo Besi logjik relativizoj çështjen e humbjes së votave, relativizoj, tha nuk është çështje tek një deputet apo dy. jo, unë flasë për diçka tjetër, vetëdijshëm për fitore, cila parti do fitoje. Mirë, po i vetëdijshëm se edhe BDI-ja sfiton. E të është logjikën e ka shumë politike dhe shumë konsistente, që nëse duhet të rënohet BDI-ja si pozitë e cila ka ekzistuar gjithë këto vite, ai e kultivon bashkimin e opozitës mbas zgjedhjeve. Ajo që nuk u bë gjatë zgjedhjeve, ose para zgjedhjeve, ka gjasa të bëhe, po me një parametër pak ma konkret, me shifra në tavolinë. Nëse shumësi i këtyne tre partive jep ma tepër se BDI-ja, atër krijohet një opozitë e vërtetë e cila mund të rënoje politikën, si e quajnë gjithë kolaboracioniste të BDI-s, ose kooperuese pa kusht. Këtë logjik unë e kapi të Sela, edhe kjo është ajo që është prezënse se politika në Maqedoni mbas këtyne zgjedhjeve mund të bëhet diçka. Nëse ndodhen kjo, e të është qetër punë është pse su bashkuan dje, pse mund bashkohen nesër. Ose si ti bashkoj Selën me Menduin, ose Menduin me Bilalin. Unë mendoj se ka kapacitet që kjo të ndodhe. Edhe pse ndërhyrjet dhe jenë shumë të forta. Të forta dhe jenë nga BDI-ja fillimisht edhe nga shërbimet. Ata të cilët do duan të arruajnë BDI-n, përsëri në pushtet si elementi soft i mirë, kooperues për Maqedoninë, për VMRO-n, për Maqedonasit, edhe ata tjerë që do kenë punë të rëndë që këtë bosh të bëjnë, mirë po, në nivel të kërkesave politike shqiptarëve, që të krijohet kriza politike e qeverisë, se nuk mund definitivisht Maqedonasit ose Gruevski të bëje qeveri me 63 deputet. E pa mundur. Ati i duen 63 deputet që të kërcënoje parti politike shqiptare që të uli nivelin e kërkesave. Që do të thotë se i duhet një parti, a i zgjedhën, i ka 5 parti, zgjedhën cila është ma kooperuse, cila kërkon ma pak. Ti boj unë e 68 ose 81 edhe pik. Kjo ajo logjike e kërcënimit politik ku të Sela, o mendoj se edhe të tjere dhe pareqitet, duket ai vullneti politik që të krijohet një opozit e cila definitivisht mund t'i vend në binar të drejt kërkesat shqiptare. Përndje shumë. Që të më drejtën, duke se dini ma, ose spjegoj ma bukur këtë tezë, ose e ndryshoj pak. Ashtu si e kuptova unë, si e perceptova. Se unë kuptova që zoti Sela thot edhe një deputet më shumë nëse kam unë, ftoj të gjithë të vinë me mu. Që ashtu ishte, do me thanë, nëse është kjo, atërës keq interpretim, do me thanë, është ose i juj, ose aji e ka keq spjegu. E kishte fjallën se s'është më rëndësi kush fiton. E, ashtu. Unë atë e kapi, se një deputet kush kon e përëndësishme. Tërësia është e rëndësishme. Po, ama këtë që thoni ju, pa marë parasysh se na bë 3 edhe pse nuk kemi aq 3 që mos e mbajmë atë mend atë kohën, sidomos Ibrahimi, po e mbani mend se në atë kohë kemi bë debate. Po me babën tënd kam punuar, më thij shumë pak. Jo, kur keni bë platforma programore. Keni qenë intervistë unë. S'ka lidhje, mos e heqim debatin. Do me thënë, teza e zotit Sela është që nëse unë kam një më shtepër deputet, i ftoj krejt të vinë me mu.
A teza e Aledinit është që të bashkohet opozita që të ketë ma shumë se BDI-a. Nuk e ndëgjova. Tash, unë barem nuk e perceptova ashtu, nuk e kuptova Gazmend, ashtu. lexohe kështu. Nëse PDSH-ja ka një deputet më tepër, unë do shkoj me atë. Nëse Besa ka një deputet më tepër, unë do shkoj me atë. Ama nuk e thasë se BDI-a ka kjo një ashtu tepër nuk shkoj. kuptohet. Te BDI-a nuk thanë. Ama nuk thanë nëse shkoj. Mundet e kam lëshu. Për pushtetin. E kemi edhe për opozitë. A i tha, kush do që të fiton një deputet më shumë? Konteksti është se përfshi dhe BDI-n. Sa i nuk tha se opozitë, po ai kush është që të fitoje zgjedhjet e E tash shqiptarëve. Aledini e lexon. Ajo. Aledini e lexon me sreshtave, kështu që ne e lexojmë atë. Mirë. Nuk pajtohem me atë tezë nëse është e tilla që qëllimi primar duhet të jetë rrëzimi i BDI-s, po duhet jetë artikulimi i kërkesave sa më të mirë, ashtu e kuptoj Selën. Si artikulim më të mirë edhe dhënje e forcës më të madhe të subjektit politik shqiptar apo subjekteve politike shqiptare të cilët do të formojnë koalicionin e ri. Aty definitivisht edhe në fillim e thash. Do kthejmë pak të debati, mos i satanizojmë shumë liderët shqiptarë vetëm kur bëhet fjalë për mëspasjen e debatit. Mëspasja e debatit edhe të korpusi politik Maqedonas është mundet mbi 15 vjetë, nëse mos gabofsha përmesoni prej 2002-shit ne nuk kemi debat të liderëve politik Maqedonas. Do me thanë, fatkeqësisht instituti i debatit politik të liderëve në Maqedoni nuk ekziston. Madje, debati i fundit, përsëri mendoj se mbaj mend mirë, debati i fundit i liderëve politik shqiptar, jo të shqiptarve, ka qenë 2011 në Alsat, kur ishin Ali Ahmeti, Rufi Osmani, Imer Selmani, dhe nuk erdhi edhe pse kishte të paralemru me ardhjen Menduthaçi. Do me thënë, ka patë. Po nuk do mundohem të mbaj në 5 minuta se du të bëhem pak suedes të të njazi. Do me thënë, atë që përmendën Aledini, mendoj, unë pajtojmë aty se zdesha të them në fillim se do duket vetja si përsëritem në çdo emision. Do me thënë, jo kërkeset, premtimet janë shumë politike lartë, të gjithat janë të njëjtat, të gjitha rrotullohen të konsenzusi, vendimarrje me konsenzus, gjuha, decentralizimi, këto punë. E vërtet është se nuk ka shumë konkrete dhe realisht përgjigjet janë shumë të randa të justifikimit, të premtimit lidhur me çështjet ekonomike. Ajo mu shumë pengon. Plus, më duhet ta them këtë, përsëri lidhur me këtë çështje që e hape Fatmir, do me thënë lidhur me vullnetin, më duket se kjo përgjigje që pa vullnetin e tjerë e palës tjetër jemi këtu, ishte në pyetjen tënde se si do të realizoni premtimet e juaja, do me thënë si do të shtini partnerin në koalicion, respektivisht partnerin Maqedon, që të bën këto kërkesa. Përgjigja pak tu më duket mos tem floskull. Unë edhe ta. Unë mendoj se tash ne interpretojmë atë që tha zoti Sjela, po mu mendoj se gjithë diskursi i tij ishte rreth asaj se shqiptarët duhet një të merren vesh me vetin, të konsolidohen me qëndrime dhe të dalin para partnerit më të madh. Se kështu është realiteti, do të thënë, dhe kjo mendoj se është parimisht është okay, po është tani për tani mendoj se nuk është reale. Të presim se ne e pamë se gjithë pretendojnë të bëhen qeveri. Nga ana tjetër se e përket politikës premtimeve ekonomike ose programeve ekonomike, mendoj se është mirë, është një risi te Partia Shqiptare që tani kemi edhe te PDSH-ja, se PDSH-ja ka qenë, do të thonë, tradicionalisht i ka vu në rend të parë temat kombëtare, që nuk është asgjë e keqe, po është interesant se edhe PDSH-ja tani është flet për temë ekonomike. Mirë po, ajo që... Cilën faljen e borqe tatimin. Praptot e shqiptarët. Kryesore që flitet edhe për ekonomi. Edhe pse është e qartë se ekonomin e ka në dorë partia më e madhe, se lekat i kanë ata, ai që e ka qeverin. Edhe kjo është temë tjetër, tash mos e devijojmë shumë. Ajo që desha të them, që është shumë e rëndësi, mendoj që është e realizueshme, është një moment që ndoshta më pak është përmend. Kjo është decentralizimi dhe qasja, të themi, vertikale
Financave të themi, sepse marrëveshja e Ohrit, Parashikoj. si një nga shtyllat kryesore ka pas decentralizimin. Edhe ne na kujtohet se kur u soll ligji për decentralizim, ai ishte me thënë një nivel me vetë marrëveshjen e Ohrit të themi, ose me gjitha ndryshime tjera. Mirë po, ne pastaj pam se kjo temë u zhduk nga diskursi publik. Ndoshta mbledh vota. Nuk mbledh vota, jo, po është temë që kërkon ekspertizë, kërkon njohuri konkrete, jo kështu, se në parlament çështje kombëtare gjithmonë mund të arsitohet se ne u mbivotum. Mirë po, në nivel lokal, aty ke mundësinë që të bësh diçka. Dhe gjitha komuna shqiptare mund të bëjnë diçka, jo vetëm shqiptare, po për shqiptare flasim. Dhe nëse realizohet ajo që është distribuim më i drejt i mjeteve financiare, ku komunat do të jenë më të pavarura, sepse mendoj se kjo ishte një prej çështjeve, ku komunat nuk do të mbaren nga vullneti i qeverisë, po do të mbaren nga puna e tyre. Dhe kjo që është zhvillimi i barabartë rajonal, ku ne kemi në ligj 1% i cili takon rajoneve, në fakt ajo distribuohet në mënyrë Arbitrar, selektiv. Po, arbitrare, pikrisht. Arbitrare dhe ju llogaritet komunave se kanë fituar ndihmë, edhe pse ata se kanë kërku atë që është dërgu. Dhe kjo është me rëndësi, mendoj, është një temë të cilën shqiptarët edhe mund ta shtyjnë përpara. Dhe kjo është edhe në dobi edhe komuna Maqedonia. Mendoj se edhe Maqedonia ta përkrajë këtë decentralizëm më të madh fiskal dhe ndarje më të drejtë të mjeteve, ku komunat jenë pak më të forta dhe do të munden edhe ambicjet e shqiptarëve dhe jeta e përditshme, përfshirë dhe ekonominë do të jenë më e mirë. Sepse ekonomia mund të zhvillohet edhe në nivel lokal. Ka potencial mjaft, mirë po ndoshta nuk është aq atraktive si temë dhe unë shpresoj se edhe kjo do të jetë ndoshta nga temat e ardhshme, ku ne do t'i kushtojmë pak më shumë vëmendje dhe mendoj se do të jetë e dobishme për gjithë. Po unë do të vazhdoja pikërisht atë ku mbet edhe zoti Ibrahimi dhe zoti Sela. Dhe disa ide për decentralizim, se praktikisht ai ditë kush është. Mirë po ka një konfuzion të ne shqiptarët rreth decentralizimit, për arsye edhe atë parasheh dhe marrëveshja e Ohrit në atë mënyrë banale. Vazhdimisht kam qenë jo diçka që ta trillojnë ka mendja, po marr në aspektin komparativ. Komunat shqiptare, me shumicë shqiptare, duhet të kenë funksione ose kompetenca më të zgjeruara, të decentralizuara dhe dekoncentrim të institucioneve, karshi komunave maqedone, për të përfituar ato resurset e veta natyrore, një. E dyta, duhet të komunat, kjo vlen jo vetëm për të komunat shqiptare, por krimi i të ardhur nga resurset e komunave dhe regioneve të jetë e kundërta që bëhet tani. Tani, prej 100% të ardhur që krijohen prej komunave, 97 i jepen qeverisë qendrore, 4-5 deri tash 2 apo 3 marrin komunat në mënyrë indirekte. Në shtetet multietnike të këtilla, për të gëzuar resurset natyrore të veta për zhvillimin e vet, edhe në shtetet më moderne është e kundërta. 97 që e përmendi zoti Sele, 97% të ardhura i mba komunat që i prodhon, 3, 4, 5, deri maksimum deri 6 prej atyre i jepet pushtetit qendror, për ushtri, për polici e tjerë. Çështën tjetër që e përmendi zoti Sela, si do t'i punësoj, do të thonë, do ta shtoj punësimin e shqiptarëve në administratë, edhe kjo në aspektin komparativ lidhet me çështjen e gjuhës. Kur themi nëse do ta bëjmë në dy gjuhësi institucionale, fjala në Maqedoni, e dini çfarë në kupton, dhe në mënyrë më elegante secila komunë dhe secili institucion, qoftë gjyqësor, qoftë tjetër, e nxjerr atë realitet etnik në ato institucion. Fjala në gjykatën e Tetovës, që shumica janë shqiptar, klientela janë 90% ose tash ai zyrtarisht merr 70% shqiptar klientel në gjykatën e Tetovës, po ta aplikosh
dëgjërsinë institucionale do të thotë këtë. Në gjykatën e Tetovës do ketë gjykatë për palën shqiptare, me gjykatën shqiptare, me proces të zhvilluar në gjuhën shqipe, dhe ku do të gravitoj klientela që e flet atë gjuhë. Dhe gjykatës për... Ashtu, jo. Dale. Gjykatë kreditarë. Tash, kjo aplikohet në Val d'Aosta. Do të thonë, varet se çfarë koncepti të zyrtarizimit të gjuhës do ta kërkojmë ne. Një si kjo teknik. Teknika, Nuk ka nëse teknik. hysh zyrtarizimin e gjuhës, në procese teknike e humbish rrugën. Jo. Procesi i zyrtarizimit është një. Bëhet gjuhë zyrtare në nivel të Maqedonisë, pik. Nuk ka çështje. Është ashtu. Është ashtu. Më lejo tash ta shpjegoj Tani, këtë. teknikisht e humbish rrugën se ish në Nuk ka detajet shumë pa rrugë. kuptim ta. Atëherë çka ti bësh Maqedonit që s'din shqip? Deprezosh prej pune. Jo, do ketë gjykatës Maqedonëve Po në... nuk ka palë. Deprezosh prej pune. Jo, tash. Ose do t'i kryesh Po parë. jo se hysh në absurd. Ka dalë njerë ta shpjegoj. Unë e di se do E hysh tash, në për absurd. një herë do të banë 80 gjykata shqiptarë, 80 sekretaresha shqiptare, të qera, edhe Dy institucione. gjykatës Maqedon. Si? Dy gjykatës. Në bas klientelës do të ketë. Nëse ka nevojë për 5 gjyqtar që do të zhvillojnë procesin në gjuhën maqedone. Do të thotë. E tash, kjo do të vlejë mandej edhe për në manastir, ku ka, do të thonë, nevojë klientel të mjaftueshme për të folur gjuhën e vet. E tash. E dyta, përfaqësimi proporcional i shqiptarëve ka dallim të madh. Në administratë mund të bëhet. Në marrëveshjen e orit është kitë truk. Shqiptarët përfaqësohen në ato, njësër si emigrantët në Zvicër, shqiptarët që përfaqësohen në disa institucione. Ne do të ndajmë pushtet me Maqedoninë, jo të përfaqësohemi. Përfaqësimi është, shikoj, shtoj se edhe konstaton diçka dhe e lut atë tjetrin që na bën këtë mëshirë. Ndarja e pushtetit, do të thonë që do të thotë se ndajmë bashkë edhe sovranitetin e këtë shtet në qeverinë qendrore, është qetër gjallë. Nuk ka vokabular, ka dallime juridike. Përfaqësimi, do të thonë, adekuat e shqiptarëve mund të bëhet në Përfaqësim rrafshe adekuat dhe i drejtë. në rrafshe administrative. Në rrafshe qeveritare bëhet ndarje e pushtetit e kollaqit qeveritar. Pa e përfaqësim duhet të jetë vertikale dhe horizontal. Shumë konkrete. Po unë e shpjegoj si do të aplikohet. Në një mënyrë shumë të drejtë për të thotë se ne si parti, ne si aliancë, këto, ne nuk do të marrim pjesë në pushtet me çdo kusht. Edhe këtu është ai ka dalë, leje nuk im teknik. Është distinksioni. Fole ma shumë se 5 minuta. Është e distinksioni se partitë politike shqiptare në një mënyrë edhe sela rrotullohen rreth një procesit, po nuk e jemnoj. Çka është e procesi? Njeri thotë dhe kërkojmë hisen, qetri thotë dhe kërkojmë prerje vertikale të buxhetit. Dhe buxheti. Qetri thotë dhe kërkojmë decentralizim, qetri thotë dhe kërkojmë barazi, qetri thotë dhe kërkojmë këte. Ose, çka ishte kjo, ridefinim. E tash, nëse unë nuk besoj se ata nuk e din, gjithë e din, se në oblant mbështetet ose pëshillohet një gjë e vetme. Gjithë këto procese që këto i përmendin me sekvenca, përfshi dhe selen, janë instrumente politike. Nuk mund t'i flasish në barazi kombëtare, në shtet multietnik. Me që këto parametre që i përmendin këto, mos e përmendish instrumentin o federat, o konfederat, o decentralizim ekstern, me atë që thotë asimetrik, ose që quhet kantonizim e tjerë. E të është problemi i këtyne partive është e pse nuk e përmendim. Ato bën luft, nuk kërkun federat. Këto bëjnë parti politike, kërkojnë demokratizim, nuk kërkojnë. Edhe e çuditshme është se gjithë për atë flasin edhe ka një droj. Nuk ja vën emrin. Edhe këtu më mendoj se ato janë pre të politikës maqedonase. Shive tash, në këtë fushat nëse analizoj, më shumë me federalizimin janë marrë partitë maqedonase. Se sa partitë shqiptare. Po.
Partitë maqedonase e kanë pas në tavolinë të ofruar për disa analizave që kanë fillu të qarkullojnë analiza. Mira, ma të e Po, përdojnë si... mirë, po tash pse e përdorin? Ato e përdorin si rrezik edhe të merojnë elektoratin e vetë që të fitojnë 63 deputet se këto i njohim ne e dim se këtë e thunë ose këtë e mendojnë, po nuk e thunë. E problemi i partive politike shqiptare është e pse nuk e kërkojnë edhe pse nuk e bindin subjektin Maqedonas atë. Ai nuk është rrezik për Maqedoninë, po ajo është stabilizim definitiv i Maqedonisë. E këtu, për herë të parë, në këto zgjedhje paraqitet kjo ide, po shumë e mshehet, shumë e mistifikume, shumë e padefinume. Unë personalisht mendoj është friga në mes partive politike shqiptare. Se njëna me dalë, ajo qetra do të sulmoje. Sot krishtë të ti. Jo, dhe sulmoje. Dhe sulmoje. Për tradhti kombëtare. Jo, dhe sulmoje për radikalizëm, për ekstremizëm, di bashkangjitet vëmëros, se këto janë rrezikshmëri. Edhe unë mendoj se partitë politike, po, e përfundoj, partitë politike këtë probleme kanë edhe këtu bjen kontest me ate që e bojnë si fushat. E flasin elektoratin shqiptar, edhe më sëndej kur fitojnë ose nuk fitojnë, nuk e veprojnë. Edhe pse duhet pajtohemi mundet se jo pa tjetër shmërisht vendosmarja konsensuale, bugjeti, decentralizimi, gjana do të thotë federalizim. S'ke instrument tjetër. Votimi konsensual është mënyrë. Federata, konfederata, mos më po të elaborojmë. E ke pat interi. Nuk është... Po nuk është i zbatum çdo kund. Po sive ku zbatohet, prandaj nuk ka instrument. Ai zbatohet aty ku s'duhet. Zbatohet në Tetov Badenteri. Mirë. Po. Ama jo tash folish për nivel lokal, ama po jo, në Tetov zbatohet, qeveri nuk zbatohet. Qeveri nuk zbatohet. Nëse bihet në qeveri atëherë bëjmë tjetër. Prandaj është jo konsistent. Instrumenti federat, konfederat ose kantonizim, aty i këmë për atë që përte një aziu. Unë dhe të tregoj, këm jetu në Zvicër gjatë ko. Kalojmë fjallë, zotë njëzë. Për tatimet. Për tatimet. Një komunë Zvicër, një komunë e vogël rreth Cirit. Të rinë për Maqedoni se ka bëllë komunë. Po, jo, për arsye, për decentralizim. Për arsye se erdhë banoj një i pasur shumë, i të prunë dhanat, tatimet. U detyrun të bëjnë komunën pa tatime se s'kishin ku t'i arëgjojnë. Këtë e mundëson pikërish kantonizime, a i decentralizime. E bëjnë komunën pa tatime. Kjo ndodhën vitin 2002. Atë që ta gazmende që përmendën edhe BD-jet do bëjmë vendimarrjen konsensuale. Principit e gjdo koalicioni, që asnjë parti shqiptare deri më tash nuk ka bërë koalicion në letër me partitë maqedone. Aty vendosen... Kjo pik, kjo se lunë topi. Aty vendosen principit si do funksionoj ai koalicion. Që do të thonë është një manipulim se do vendosim në mënyrë konsensuale. Principit e koalicionit vendosen në ballinën e, do të thonë, qeveria e koalicionit, VMRO, BDI ose kështu. E formuar basë rezultateve, do të funksionojnë basë të këtyre principeve. Darja pushtete, këtë, tash pse turbullojnë mendjen e shqiptarëve do vendos ka diçka të madhe. Se kanë bërë asnjë nga partitë që këtë. Ama një zi shumë dokumente janë në shkryt në Maqedoni, edhe nuk janë respektu. Prej majt, gjana këndej. Dhe me thanë, ajo duhet të arrijet konsenzus dhe ajo transferohet në ligj edhe të dihet se cila është vendimarrja konsensuale në çfarë nivele. Puna e ridefinimit të shtetit apo shoqërisë që përmendin dikush, është pun tjetër në kuptimin. Nuk e di pse nuk e thujnë haptas dikush nëse e mendon atë, pse frigohen, se edhe ajo është opcion, ka pas në Kosovë edhe parti politike që kanë garu që ishin për bashkimin me Shqipërinë, si platformë politike. Nuk është në i tabu përmendja,
me atë që definim i mënyrës pajtojnë plotësisht se në fillim të koalicioni duhet të definohen pikat të cilat duhet ma vonë të transferohen në ligje dhe të mbarohet në mobit. Në ligjin Jo, pa dëgjojmë tani zotin Memini për kanë Në fjalë rastin e buxhetit. Në raste tjera dihet. Mendoj se këto që u tham vendimare konsenzuale, badenteri, në esencë të janë instrumente ad hoc, sepse nuk janë, dhe me thënë, për çdo vendimare, po janë për çështje të caktuara, edhe tash ti duhet debatojsh, a është kjo për badentera apo nuk është, a duhet gjykatës së zgjedhjeve badentera apo nuk duhet, a duhet rrugët e mbrohen apo nuk duhet, a duhet kjo, do thënë, nuk është zgjidhje sistemike, edhe gjitha këto çështje Jo, është sistemore, por nuk është e definuar mirë se ku përdoret. Edhe është problemi i madh. Jo, sistemike, desha të them, ndoshta nuk është fjala e më e qelluar, po desha të them nuk është zgjidhje E përgjithshme. Sigur, sistemore ti sistem, okej. Në sistem ti mund vesh për shembull thuaj se shqiptarët kanë të drejtë vendosen një herë në 3 vjet. Edhe ajo është mund të jetë zgjidhje sistemore, mirë, por nuk është produktive. Në demokracitë sistemume nuk ke badenter, ke federat konfederat, ke këtë, ke atë, flasë për këtë koncept, nuk ke, askun nuk ke specialitetet. Të dëgjojmë në fund, të dëgjojmë në fund ju lutem. Ka si unë dëgjova vetëm refleksion të bëj, se jo për diçka tjetër. Se këtu kurtha. Këto vendime, nuk i ka sjellë vetëm BDI, jemi tash 3 shtremet flasim drejt. Ka qenë PDSH-ja, PPD-ja dhe kështu me radhë. Me marrëveshje me udhëhecin politike të UÇK-s e kështu me radhë. Dhe duhet jemi real. Dhe me thënë, këto zgjidhje, si që është badenteri, që është kështu, ma shumë ju banë dëm shqiptarëve në nivel lokal, se sa që ju sjellë dobi në nivel kombëtar. Kemi, prapë, mund bëhet një analizë, dhe të shohim se është kështu. Gjuha që është 20%, jo gjuha shqipe, këte, dhe me thënë, shqiptarët e kam pranu. Pse e kam pranu, është çështje tjetër. E tash ne flasim për ky sistem së qenë ka e mirë, zedin selëp së qenë ka i eksplicit. Po nuk mundet, dhe me thënë, tash ti zgjidhe gjitha problemet me një cikël kur në kryet vis janë bo gabime trashanike, unë si pas me, unë nuk kam qenë asnjëherë në politikë dhe se kam pas nërmend ama dëkusht ma emroje gjuhën time si 20% vërtet është ofenduse. është ofenduse edhe në shmuse. Definim racist, ose? Po tash ajo plus, jo, racist është nga perspektiva atyre që e kanë imponu, po nga ata që e kanë pranu. Është vetë poshtrim. Vetë poshtrim është, në shpinë. Dignitet e gjuhës. Po tash, federalizimi, këto tjerat në duhet kthehemi pak në bas, ku janë bë këto gabime dhe të shohim si janë bë. Do me thonë, duhet një ballafaqim me vetveten ku i kemi ne ato përgjegjësitë të gabimit, pse elitat politike e kanë pranuar një zgjidhje të këtill, edhe badenteri është definu çështje të cilat kanë të bëjnë me identitetin, me kulturën, për buxhetin nuk shkruan, apo tash një themelë ka dalë pa buxheti, ti e ke ministrin për qeverisje lokale, s'ka buxhet. Identitet ekonomik, prandaj. S'ka buxhet. Jo, nuk ka buxhet. Ka buxhet vetëm për rrogat, marrin tash e tepër pakës, ama realisht nuk kanë pavarësi e cilë ju mëson atyre. Ekologjia e kështu me radhë. Ka investime kapitale apo në të buxheti? Kjo është problemi. Që është një problem. Tash shtrohet pyetja, a është dashur kjo të definohet më qartë, ose të thuhet se çdo sen që vendosen në parlament duhet bëhet me badenter. Atëherë kjo ishte një farë substituti për këtë që flasini. Dhe të shifet në komuna, në nivel lokal, se si do të bëhen këto zgjedhje kështu me radhë kështu, dhe atëherë do të kishte më kollaj. A kjo që pse Partitë Maqedonase e aktualizojnë federalizimin, kjo ma kujton atë kohën e viteve 80-ta, kur shqiptarët në Kosovë thoshin ne duam republikë, do tha jo, ju doni pavarësi. Edhe u bë pavarësia. E tash është pyetje se pse edhe cila është arsye dhe cila është pasoja, mendoj se është e padrejtë që Partitë Maqedonase imponojnë qëndrimet të cilat askush nuk i ka. Fushatën zgjedhore dhe futin në agjendën e minutat e fundit, kemi 3 minuta, do japim nga 1 minutë të cilin Do të kërkojmë falje në selës, metër. do të kërkojmë falje selës, se mas pak u folëm për selën, Jo, do të folëm për fenomenet fushatën. Unë mendoj që Unë mendoj se mundova pak ta në kompenzoj kuadër atë. fushatës u murëm më tepër me atë homogenizimin, jo homogenizimin edhe atë pjesën e mshehët
që partitë politike shqiptare nuk e thonë, edhe unë mendoj se prandaj nuk ka sukses. Që vetëm vetë fjali ta mbylli lutem shumë, këtë mbyllim, do të se do- thonë. Sipas me këto tezat që i shpalli zoti Sela për atë se nëse kam edhe një deputet më shumë, unë prapë do t'i pres të tjerët. Do me thënë që unë se kuptova, kishte fjalën për një koordinim të partive shqiptare. Sipas me, ose me shpresë se qëllimi është që këto defekte të cilat i flasim, 20% që badentere këto, që këto të përmirësohen. Edhe nëse kjo është qëllimi, atëherë duhet mendoj të respektohet dhe duhet të vlerësohet. Tash varet edhe nga parti tjera. Shkurt, shumë shkurtimisht që lutem. Kemi te kalova minutat, po i 30 bëjmë 30 sekonda, po bëjmë mitësisht një kontra replikë dhe jo, nuk mund. Që bje fjallë si të konkretizoj ideje zotin Sela në bashkëpunim ose një koncentrim të forcave opozitare, se me gjithë atë dhe mjerisht do mbesën prapë opozitare këto forca, mjerisht. E tash propozimi ma konkret është kështu, jo kush e ka një vot më tepër. Besa me ridefinimin, zoti Sela me këtë që ka rishikim të statusit të shqiptarëve në atë, e bëjmë një projekt ligj për identitetin shqiptar dhe radhitin atë kret, është ligj kushtetues. Urdhoni Besa dhe zoti Sela dhe të tjerë që do jenë me atë, shqiptarët në këto zgjedhje. Të marrë në mend se ne kemi humbë shumë deri tash 25 vjet. Mirë, mos po folim për ato që kemi humbë, do shkojmë ka zgjedhje me shpresë se do fitojnë edhe më shumë. Bëhet një tekst i përbashkët, do të thonë ligj kushtetues për identitetin shqiptar, ku do të dimensionohet ky identitet në të gjitha aspektet. E në shkruajnë zoti Sela dhe profesorët e Besës që do zgjidhen aty, e dorëzojnë si iniciativë në parlament, këto tjerët që do fitojnë do të jenë prapë kundër se kanë pranuar një marrëveshje të atij, edhe nis kontestimi i konceptit kushtetues të Maqedonisë. Konkretisht mund të bëhet bashkimi me një projekt. Jo, kam një deputet tepër, deputet më shumë apo më. Mirë, do shohim, a do bëhet apo jo, zoti Mahmeti. Idetë janë të përvashme. Do të ndalim, kërkoj ndjesë, po këtë që ka. do ta ndalim, jo, po do po e mbyllim emisionin. Faleminderit shumë për pranimin tuaj të nderuar zotrinj. Jam shumë mirënjohës. Kaq kishim kohë, pa të drejtë zoti Demir, më herë vetëm do të më plotësu për një gjë, pa të drejtë pse thatë për zotin Sela që pak folët për të, por nuk pa të drejtë kur tha se i kemi ftuar gjithë lider për Selën. Besoni, ka 3 muaj ditë që kemi ndjek, por nuk erdhën jo për fajin ton, po për mosgatishmërinë e tyre që të ulen njëri me tjetrën dhe të flasin se të barabartë. Jo, përsëris edhe njerë se është realiteti i Maqedonisë. Qartë. Është realiteti i Maqedonisë, nuk ka lidhje Po, me medium. nuk ka të bëjmë asnjëherë. Tani, kur t'jen gati, dyert hapën janë shumë të mirësardhën në çdo kohë të shoh. Mirë, kaq për sonte të ndruar shikues, nesër do i kemi zotin Meduthaçin në një intervistë të shohim pastaj edhe në mbrëmjen e Klik Plus se çfarë na tha. Me shpresë do flasim shumë më shumë për të. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.